Këtu në mes Lezhës edhe më pëlqej shumë ky lokali, se ka dhe gjatë, se ky është simbolik për kuvendet. Me qenë se unë bëj emisionin në kuven, edhe kur erdha këtu, pash në kuven. Thash që i lokal në kuven, duhet ta sjell sepse është krejt ndryshe nga lokalet tjera. Për shembull, prej këtu fillojmë, ja. Prej këtu për shembull, fillojmë me librat, pra është një lloj recepcioni po e quaj kështu, info point, domethënë. Po i punuar me dru, punuar shumë bukur. Edhe unë do të bisedoj pak me Aleksin. Aleksi është shpronari, Aleks. Pak unë kam marrë dhe i herë tjetër, sot jam parë për herë dytë. Po do kanë shumë e bukur në kuven. Kuveni këtu jena pjesa venës më shumë, kena hapë dhe kuzhinën me gjëra tradicionale, dhe rakim fshati. Po, gjëgja fshati. Shoh një gjë, ky është sa është një lokal shërbimi, më duket edhe si një lloj muzeu. Vërtet. Sepse kemi edhe pikturë këtu nga Leonardo Esi. Po, Leonardo Esi, po. Ti vjen nga Xhexha? Nga Mirdita. Nga Mirdita e Domi i Xhexhës. Sa vite ke këtu? 60 vite. 60 vite, ne është një familje që atëherë. Ti e marrë vazhdimisht me këto lloj? Kam jetu jashtë. Jashtë ku? Milano. Për 20 vite lokale pas. Lokale ke pas atje? Edhe pastaj u ktheve? Me vjen me bëj gjë këtu. Ata bëj gjë ndryshe. Edhe ajo që më bën shumë përshtypje është se çdo punë është e kuruar. Art. Për shembull, shohim çfarë vere ke atje? Këtu kemi verë italiane. Prit, atje. Po. Ja. Nëse ne kemi verë këto stone Kalmetit. Të Kalmetit. Po, atje vini tre komunë atje. Kemi sa bure ka bëu banakun ja. Atje kemi edhe kënej. Mirë, do shohim këtu, shohim mirë atje më tam. Verë dhe ndej, të verë shqiptare. Cilet e verë shqiptare? Atje. Ma sjell ta shohim. Të kemi verën e kuvenit, mrizit zanave. Ja, e bani vetë ju? Ja, mrizit zanave. E bani mrizit? Altini, do të bashkëpunoj me Altini. Po. Shumë bashkëpunim me kantinat e zonës tonë. Po e tjetër Kalmeti. Kjo është Kalmeti këtu, kjo është kantina Dheut. Po, kam rezerva, po, shumë vene mirë, po. Shumë bukur. Edhe janë venet më shumë bashkëpunim me venat e zonës tonë. Po me tonat tonë. Sepse tani shqitani si i ke ndërtu, se kjo këshim, pas e ku i gardë, do? Aljoni me rektorën? Këtu ke vena këtë vena italiane, franceze, gjitha. Po, gjitha. Ka shumë për reklamë, po? Po këte ke vend të hapur? Kjo rakia. Jo, kjo është rakia, kjo. Kjo është rakia e Vozës. Edhe haptur rakia, në? Kjo është Vozë Lisi. Vozë Lisi. Vozë Lisi. S'ke harru shqiptelin të, Se vjen normal. A i vjen vetë ja, po? Ja. Vetë si bjen, por po atje si vjen të i bjen. Pastaj se s'ka si mos e mëjë qytetit ti, kur zona e Xhexhën, e zonën, pra, Bojani, Spaci, në jam Bajrati, Spaci, po. Ka artistat përbullshëm. Normal. Që aty donë që me fotografin, pastaj në shyti i famshëm, me shkozën e famshëm. Është e domosdoshme. Bravo. Ndërkohë, shishem më pëlqen shumë, shi sa bukur në lokale. Ka shumë rëndësi, ja një gardë, ato gardë që kemi Gardë thjesht, po. I kurur, Super që bëhet i kurur, po. Tani shohim se du me arë prapë duke pa edhe këto gjëra të tjera, ja këtu. Tu për shembull, hajde pak ti. Po. Aleks. Po ti shih, çka ke bën? Ke sjell disa minere po i quajnë që kemi pas dikur, ha? Fiks. Edhe ke bën me kështu, çfarë shtrosësh? Kjo është shtrosë të çingjave. Të çingjave. Shi sa bukur. Ndërkohë që edhe tavolina, për shembull tavolina, shi si nga bërë. Çfarë drumi është? Kjo drumani. Drumani. Po. Pase ju ne e keni zakon punë. Ne ke drumani. Edhe e drumani. Po. Sa bukur. Nëse kjo për shembull përdoret. Kjo është për ne pashën e vitit. Edhe vazhdojmë këtu tani, shiko tash. Pra, shohim që nga pikturat ku i ke marrë? Pikturat janë bëme nga Leonardo Esi. Leonardo Esi është piktor shumë i mirë. Shumë. Është shumë bukur. Duatem Jasharin, Skënderbeu. Tu i kemi mbiritore, ja kur kemi mbiritore. Atje, ja. Edhe shisi e ka qarkuar me brez. Me brez edhe qemer. Edhe qemeri këtu. Në kohë këtu normal, ke sjell fishtën. Argjish fishtën. Argjish fishtën që nuk mund mendohet pa lahutën. Sa e vjetër është lahutën? Duhet shumë e vjetër. Kjo mund të ketë rreth 50 vite. Rreth 50 vite, po duhet lahut e vjetër. Vazhdojmë tani më tej. Okej. Këtu kemi mësuren, sepse
A shkrajina jonë edhe nuk Po, shikoj, etnokultura e Lezhës, sepse ti i ke nejt, është një mozaik, është një mix etnokulturash, edhe bravo që e ke ashtu. Sepse me herë duhet me ditë me bon kuvenin si mas venit. Zbahet fjalë. Bëhet kuveni vetëm. Po si mas venit, pra, bëhet kuven si mas venit. Edhe vim du dhe një, tu shkore. Hajde pak e një Se unë e respektoj shumë ata që tin me bon nderim dhe veneracion ndaj njerëzve me emër në një vend, jo thjesht Lezhës, po kudo tjetër. Dhe unë shoh 8 pikturë këtu. Kjo është Genti, Genti Malia. Pse Genti Malia? Genti është simboli i Lezhës. Simboli i Lezhës. Një nga legjendat e grupit tim. Bravo. Dhe jo vetëm i Lezhës, por i gjithë Shqipërisë. Gjithë Shqipërisë. Konstruktori janë një nga artistët që përmbysi në një moment saktuar mënyrën e muzikës që bëhet dikur përcjell një muzikë moderne, por muzikë moderne që ishte afër tavanit. Bravo. Dhe Genti Malia bravo. Do të këto. Pra ne ke boti, ti duket se ke mirësinë vetvete. Tu tani jemi te kuzhina. Unë pash se atje ke produkte italiane. I kam da mbetës. Sepse ka njerëz këtu. Lezhë është një oazë turistik që vizitohet nga tuj, ja vin tuj. Po, ashtu po. Nësa këtu kemi gjëra shqiptare tradicionale. Që bën çfarë për shembull? Bën me mishin e zgores, se e kena fshatit, me qofte, me gjitha gjërat fshatit, çdo gjë bio. Çdo gjë bio me fshatit. Ku i merr si fundit? Në spitën, ku ka për fshatë? Ku ka në për fshatë? Shumë bukur. Ja, kjo është bukur. Edhe këtu kemi prap garë. Kemi ne po. Ka nevojë me bu pllaka mo, vend njerëzit luks, s'ka nevojë. Ja, luks. Është më shumë luks se sa. Është më shumë se gjë. S'ka më bukur. Edhe do ta mbyllim me Aleksin këtu tani, se Vena është gjithmonë prezent. E kemi gjithmonë prezent edhe atje dhe këtu. Ja ku i keni Kallmetin, kuvenin këtu me radhë. Edhe vera italiane këtu. Edhe vera italiane, po. Dhe vim tani këtu, që më pëlqen dhe kjo, duke unë një çift militorësh, doan me veshje Myrditës, veshje Anusës Myrditës, shoh se janë edhe paradhiqet e hershme, edhe gjithashtu edhe veshja e kompletuar. Po, shumë e bukur. Edhe ke vum këtu tani, siç e ka vum këtu mirë. Kjo është xhepi. Djepin po e ke bush me venë. Mbarësi. Sa më shumë kemi një pjesë vetë. Sa më shumë. Pra, kjo është, unë ju bëna një guid të shkurtër për lokalin të në kuven, që është mund mes të Lulishtë, si që do t'jo Lulishtë? Gjesh Kastrioti, mund mes unë, afër godinës bashkisë, edhe po marrë si atrakcion dhe galerinë e artëve të pashpërvatit, pare se tu kemi një art në vetë, art pikturik atje, dhe artin e gastronomisë që e kemi nga Aleksi këtu në kuven. Unë të roj Aleks, dhe pravo që mes të njërës ke bojë gjanë këtë dësha. Shumë fajnë dhe. Asja.